Spari, po du veç shkurtimisht, me bua një lloj kështu, një lloj shpjegimi. Unë tregova, domethënë aktualisht unë kam djalin në shkollën e Ismail Qemali. Deri në vitin e kaluar djali tjetër i mallit, tash ka kaluar në shkollë të mesme, ka qenë poshtë në Ismail Qemali. Unë nuk e kam përshtypjen që po flet Vjosa Osmani për çfarë shkollë. Pra ti ndjehesh i sigurt. Absolutisht. Tash natyrisht se cila shkollë ka probleme, s'po them se sistemi arsimor në Kosovë është shumë i mirë. Absolutisht që ka nevojë. Nuk është gjendja çysh e përshkruajti kjo. Kjo çysh e përshkruajti është gjendje gati se luftë. Nuk është ashtu. Unë që shoh si prind i fëmijëve në çat shkollë, kjo është gënjeshtër e pastër. Por Vjosa Osmani tash që ku bëhet kjo situatë dhe deklarimi i saj, hala më problematik të mos thon më poshtë. Është që për me fsheh një dëshirë të vetën, në nevojë të vetën, në dalldi të vetën, për me rrit, domethënë jetën luksoze dhe për vajzat e vetë kështu me radhë, shkon edhe sulmon në shkollë e cila konsiderohet si një prej shkollave më të mira në Prishtinë. Pra degradon. E degradon, pa pikë nevoje. Domethënë nuk ka faj shkolla as në Osmani, nuk kanë faj as çikat në Osmani, ti ke faj. Sepse nuk ti më menaxhu situatë, ti ke faj sepse ti vjen nga një koncept politik i vetëvendosjes, se të mos harroj, kjo na ka nga lista vetëvendosjes, i cili ka demonizuar çdo gjë. E tash ti tu mos pas çfarë më thon, më po takon Alluksin, tash çu dha akuzoj këtë tjerë. Gazetarët në Serbi në shkolla është gjendje lufte, mu po ngërcnojnë Kosova në gjendje lufte. Unë për çdo ditë po vallna me kërcënime të varall, do të thu mirë, ndoshta çito për në spjavleka me jetu heq. Nëse presidentja jon i nderuar zoti Kajtasi, presidentja jon që i ka gjithë ato mbrojtje që përmendë, sponika sigurt Kosovë ç'a më bëmën atë. Ç'a më bëmën atë. Që se kem asnjë vizituar. Në të ka rrezik i madh. Tonë, zemrën kur dalë në rrugët e Prishtinës e qyteteve tjera të Kosovës, nuk mendoj që është asnjë rrezikshmëri që është po flet ajo. E tash kur një presidente del edhe e përshkruan gjendjen në vendin e vet. Shumë ma keq se sa që është. Unë për nuk e kuptoj. Ku synimi a qëllimi a çka e të dosh me bëu. Sa me